5 mirësi nga leximi i Kuranit famlart. Zoti i Madhërisëm thot në Kur'an: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." Lexo me emrin e Zotit tënd i cili të krijoi ty. Leximi i Kuranit ndriçon mendjen dhe zemrën. Zoti i Madhërisëm thot në Kur'an: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat e juaja. Shpeshherë në shumë ajete kuranore na thot: "E fela ta'qilun", nuk po mendoni; "E fela tubsirun", nuk po shikoni. 1. 2. Leximi i Kuranit në shtëpitë e juaja sjell bereqet, mirësi, po kudo që jeni, kur ju lexoni Kuranin, Kurani ju sjell bereqet dhe mirësi. 3. Kurani është libër i cili është dalluesi së vërtetës nga e kota. Ju kur e lexoni Kuranin, shmangeni nga e kota dhe veproni me të vërtetën dhe gjeni të vërtetën. 4. Kurani ndikon në largimin e depresionit, stresit, ankthit, sepse kjo është fjalë që gjeni shërim dhe udhëzim tek e fjalë. Kul huwa lil ladhina amanu huda wa shifa. Thot Zoti në Kuran se ky Kuran është udhëzim dhe shërim për ju. 5. Kurani do të bëhet dërmjetësim për ju ditën e Kiametit. Iqra al-Quran fa innahu ya'ti shafian li ashabi fil yawm al-qiyam. Tha pejgamberi alayhis salam: lexoni Kuranin se do të bëhet dërmjetësim për ju ditën e Kiametit. Allahu na mundsoft që të jetojmë me Kuran dhe ta veprojmë dhe praktikojmë Kuranin, fjalën e Allahut të Madhërisëm.